Asistentja personale e financierit të turpëruar Howard Rubin dyshohet se ka shijuar një jetë luksoze të financuar nga ish menaxheri i portofolit të Soros Fund Management, e ndërsa për më shumë në një dekadë mashtronte gra për t'i quar tek ai për abuzim seksual. Sipas prokurorëve federal, Jennifer Powers, 45 vjeç, u paraqit këtë javë në gjykatën federale të Brooklyn për t'u deklaruar e pafajshme ndaj akuzave për trafikim seksual dhe transportim grash për akte seksuale me Rubinin, sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Fox News Digital. Prokurorët federal pretendojnë se Rubin financonte thuajse çdo aspekt të mënyrës së jetesës së Powersit nga të paktën viti 2018 deri në vitin 2023, duke përfshirë pagesat për apartamentin e saj në Manhattan, faturat e kartave të kreditit, shkollimin privat të fëmijëve, kaparin dhe hipotekën e shtëpisë së familjes së saj në Texas. Powers dhe bashorti i saj Stefan Powers përballen gjithashtu me akuza shtesë, të cilat lidhen me pretendimet se çifti, të cilët janë të martuar të paktën që nga viti 2012 kanë paraqitur me qëllim deklarata të përbashkëta tatimore nga viti 2018-2024, pa deklaruar miliona dollar pagesa që Rubin nuk kishte dhënë. Sipas prokurorëve, Jennifer Powers nuk ka raportuar asnjë pagë apo të ardhura nga punësimi, thuhet në akt akuz. Dokumentet gjyqësore tregojnë se çifti nuk ka raportuar asnjë të ardhur nga Jennifer Powers dhe ka dokumentuar vetëm një të ardhur bruto prej 40.000 dollarësh nga biznesi i DJ të Stephen Powersit gjatë viteve tatimore 2018-2019. Postimet të mëparshme në Instagram, tani private, tregojnë familjen duke shijuar pushime luksoze në Turks dhe Caicos, Itali, Kolumbi, sipas New York Post. Prokurorët tani pretendojnë se në të njëjtën periudhë Jennifer Powers kishte një rol kyç në sigurimin e grave për Rubinin, që ai t'i akuzonte ato seksualisht në apartamentin e tij luksoz pranë Central Parkut, në një dhomë të izoluar nga zhurmat të quajtur Biruca, nga viti 2011 deri në vitin 2019. Sipas dokumenteve gjyqësore, Rubin dhe Powers kanë shpenzuar mbi $1 milion për rekrutimin e grave, disa prej të cilave kishin qenë më parë viktima të abuzimit seksual apo ishin të varura nga droga për të marrë pjesë në akte seksuale të paguara që shpesh tejkalonin kufit e pëlqimit të tyre. Të pandehurit dyshohet se kanë shfrytzuar statusin e Rubinit për të joshur viktimat e tyre të mundshme dhe i kanë detyruar të përjetojnë trauma fizike të paimagjinueshme përpara se t'u mbyllin gojën me kërcënime për pasojë ligjore, tha në një deklarat Christopher Raya, ndihmës drejtori i FBI-s për New Yorkun, pas publikimit të akt akuzës. Rubin akuzohet gjithashtu se ka paguar shpenzimet ligjore të Powersit që lidhen me një paditë të vitit 2017, të ngritur nga disa modele të Playboy, që ai dyshohet se kishte abuzuar. Një juri vendosi se vetëm Rubin ishte përgjegjës dhe u dha grave $3.9 milion dëmshpërblim, një vendim që Rubin aktualisht po e apelon, sipas Associated Press. Jennifer Powers është liruar me një garanci prej $850.000 dhe është urdhëruar të qëndrojë në arrest shtëpie me një pajisje monitorimi në kyçin e këmbës, sipas dokumentave gjyqësore. Ajo më parë punonte si një mësuese zëvendësuese në Carroll Independent School District në Texas, por është pezulluar sipas CBC Texas. Rubin është deklaruar i pafajshëm dhe po mbahet në paraburgim pa mundësi lirimi me kusht deri në seancën e tij të ardhshme gjyqësore në datën 20 tetor.